doja të flisja dhe unë pak për pjesën e jetës time. Isha shumë e vogël kur jeta vazhdoi të më përballte me sfida. Dhe që në lindje ishte ajo vajza që gjithmonë e kisha parë botën me ngjyra dhe kur bardhëzi. Por jeta ime në moshën 11 vjeçar mori komplet një rrjet tjetër. Në moshën time 11 vjeçar, kur unë u futa në klasën e 6, një ditë gjatë orës time mësimore, prapëritur rash pandjenja. Mendova që nuk isha ngrënë bukë, mendova që ishte thjesht një lodhje. Por jo, ishte momenti im i parë që do futja në një rrugëtim shumë të gjatë. Në klasën e 7, kjo vazhdoi e përditshme, stresi, tensioni, ankthi, po rini çdo ditë me mua. Shkoja në spitale, bëja vizita, por përgjigjja ishte e njëjtë. Je mirë, nuk ke asgjë. Realisht ishte shumë vështirë të ndjeshe keq dhe të tjerë të thonin je mirë. Për mua ishte diçka shumë e vështirë, nuk e dija, nuk mendoja që ta kaloja, nuk mendoja që unë do isha personi që do e kaloja këtë gjë, që do ringrihesha përsëri. Në klasën e 8 ndodhi një qetësi e vogël, por nuk e dinim që klasa 9 më priste me një stuhi super të fuqishme. Një stuhi e cila realisht sot kur e mendoj, them nuk e di si ja kam dalur, nuk e di se si u ringrita. Në klasën e 9, një ditë teksa po rrija, po qëndroja, papritur, humba ndjenjat, dhe në momentin që u zgjova, nuk mundja të flisja. Qëndrova ashtu 2 muaj pa folur, pa ashtu edhe pa ecur, isha komplet e paralizuar. Ishte një vështirësi shumë e madhe për mua, sepse normalisht nuk isha mësuar kurrë, nuk isha mësuar që të jetoja me një diçka cilën nuk e kisha pjesë të jetës. Mjekët nuk i kuptoja, mjekët shumë herë flisnin për gjërat cilat nuk ishin të bënin fare me pjesën e jetës time. Njëri thonte që ke këputur nerv dhe tjetri përmendte epilepsinë. Realisht ishte një moment shumë i vështirë. Ishte një moment cilin unë kur e mendoj shumë herë them, ok, ja dola, uroj që mos ndodh askujt tjetër kjo që më ka ndodhur mua. Në momentin që ndodhën të gjëra, vazhdova të flisja, vazhdova të mësoja shkronjat, vazhdova gjithçka nga e para, si një fëmijë i vogël. Realisht mendova që doja dilja. Realisht mendova që kjo ka mbaruar këtu. Mendova që zëri nuk do më rikthehet më. Mendova që e ecura po ashtu nuk do vi më në jetën time. Dhe çdo ditë mendoja ku janë ëndërrat e mia, ku është ëndra ime për të bërë psikologe në një të ardhmen. Mendoja shumë herë se si do isha unë, një vajzë që nuk flet dhe nuk ec. Por jo, Zoti kishte menduar edhe për mua. Në vitin e parë, kur unë mbarova klasën e 9 dhe isha një maturante, papritur vazhdova të mësoja shkronjat, vazhdova të mësoja si të ecja dhe normalisht u praktikova dhe u ktheva përsëri nga e para, siç e thash më përpara. Nuk e di, jam shumë krenare që sot jam këtu, që sot jam më e fortë se kurrë. Që sot dal përpara të gjithëve dhe po, unë jam unë dhe unë doja dal gjithmonë. Jam këtu për të folur edhe për gjithë adoleshentët, për të folur edhe për gjithë të rriturit, të rinjt sot, për t'ju thënë që mos hezitoni kurrë për të folur për diçka që juve ju pengon. Sepse normalisht unë isha një person që nuk mundja t'ja thoja dikujt tjetër. Isha ajo vajza që kisha frikë të flisja për jetën time. Më dukeshte sikur pjesa e jetës time mund të ndihem keq ose mund ta marrin të tjerët për keq. Por jo, fatmirësisht, shumë persona nga unë, shumë
adoleshente të rritur që kam në pjesën e shoqërisë, në pjesën e përditshmërisë time, por ashtu shumë familjar, shumë mësues, kanë dëgjuar dhe më kanë inkurajuar shumë për këtë gjë. Dhe normalisht jam shumë e lumtur që jam e ftuar sonte këtu për të folur për pjesën e jetës time, për t'ju dhënë kurajo të gjitha bashkëmoshatarëve tonë dhe të tjerëve. Dhe dua të them një mesazh shumë të fortë. Edhe kur nuk ecni dot fizikisht, zemra dhe mendja ecën. Edhe kur nuk flisni dot, shpirti flet më shumë se gjithçka. Dhe kur ju mendoni që nuk doja dilni, më besoni që doja dilni gjithmonë dhe do t'i bëni gjithmonë ëndrat realitet. Mendoni gjithmonë anën tuaj pozitive. Mendoni që ju doja dilni, mendoni që ju duhet të keni një person sa më të afërt rreth vetes, por kur mos të ulni veten përpara të tjerëve, kur mos të mendoni sikur ju jeni arsyeja sepse dikush po qan sot. Përkundrazi, ju bëhuni arsyeja që dikush lumturohet dhe gëzohet sot. Faleminderit. Ileana, të falenderoj pa mas që ti si fillim vendose ta ndash me ne. Unë jam shumë e sigurt që secili nga adoleshentët që e dëgjon dhe të gjitha vajzat që mund gjenden në të tilla situata të vështira, që mund kenë lënë shenjë apo po lejnë shenjë tek jeta e tyre, mendoj që e bër frymëzim. Edhe të falenderoj pa mas që ti vendose ta ndash si histori. Se është histori shumë personale, por që më vjen shumë mirë që ti je rinkritur përsëri edhe mendoj që me forcë se kur. Patjetër që po, patjetër. Do doja që të kuptonin të gjithë familjarët, të gjithë më të mëdhenjt tonë, që nuk është ashtu siç ata e mendojnë. Nuk është se ne po bëjmë gabim, nuk është se ne jemi gabimi, nuk është se ne nuk i mendojmë gjërat përpara se t'i bëjmë. Ne i mendojmë shumë mirë, por thjesht jemi ato persona që i mendojmë në brendësi, i mendojmë në heshtje. Dhe normalisht i rekuperojmë në momentet të saktuara. Por sepse shumica sot, duke përfshirë dhe pjesëtarët e familjes time, mendojnë sikur unë po bëj gabim, normalisht se jam e vogël, normalisht duhet që ato të më qartësojnë disa gjëra, të mos bëj këtë, mos bëj atë, që të qëndroj pak më mbyllur, domethënë me pjesën time, që mos ta shpërndaj në gjithë vendet. Por dua t'ju them të gjithë familjarëve që po na shikojnë, të gjithë prindërve që kanë fëmijë, adoleshent dhe të vegjël, normalisht dhe të rritur pashtu. Dua që kur mos i thoni një fëmijë që shiko, ti nuk ja del dot. Dua që mos të jeni juve pjesëtarët e diçkaje që fëmia juaj të ketë një ngarkesë. Të jeni juve ato arsyeja sepse ato po ndjekin diçka të cilën e kanë me shumë pasion, që nesër pas nesër të dalin përpara gjithkujt dhe të thonë, po, unë jam fal këtyre dhe fal vetes time që ja dola në vend.